Mbrëmja në shtëpinë e Big Brother sapo kishte rënë dhe atmosfera ishte e mbushur me tension të ëmbël, atë lloj tensioni që lind kur dy persona fillojnë të shohin njëri tjetrin ndryshe. Toni ishte ulur në divan, i qetë, i mbyllur në mendimet e tij, ndërsa Alba i afrohej ngadalë me atë ecjen e saj të sigurt që gjithmonë tërhiqte vëmendjen. Ajo u ndal pranë tij, duke e parë drejt me një buzëqeshje të lehtë, sikur i thoshte: "E di që po më vëre. Pse je kaq serioz sonte?" E pyeti Alba me një ton të butë, por me një provokim të fshehur brenda fjalëve. Toni ngriti sytë dhe u hutua për një sekond nga afërsia e saj. "Jo serioz. Thjesht duke vëzhguar", i tha ai, por sytë e tradhtonin. Alba u ul pranë tij, pak më afër se zakonisht. Ajo vendosi flokët mbrapa supit me një lëvizje të ngadalshme, krejt e qëllimshme. Ishte e qartë, po testonte reagimin e tij, duke vëzhguar kë? I tha ajo, duke e shikuar drejt në sy. Toni qeshi lehtë, pak i turpëruar, pak i intriguar, ndonjë person interesant. Alba kapi shikimin e tij dhe nuk e la të humbiste. "Interesant si unë?" pyeti ajo, këtë herë pa asnjë maskim. Ai nuk foli për pak sekonda. Mjaftoi heshtja e tij që Alba ta kuptonte gjithçka. Ajo u ngrit pak dhe u afrua më pranë fytyrës së tij. "Mos mendo shumë Toni." Thjesht ndiqe atë që ndjen, i përshpëriti, tensioni mes tyre u bëi dukshëm për gjithë dhomën. Edhe kamerat sikur ndaluan frymën. Toni më në fund u dorëzua ndaj energjisë që ajo sillte. "Alba, ti e di që më ngatëron", tha ai, gjysmë me shaka, gjysmë serioz. Ajo qeshi butë, por me triumf të heshtur. "Ndoshta është koha mos të ngatërohesh. Por të më afrohesh", tha Alba, dhe u ul pranë tij edhe më afër. Në atë moment, lidhja e tyre nuk ishte më thjesht lojë. Ishte fillimi i diçkaje që asnjëri dhe as tjetri nuk po përpiqej ta fshehë. Banorët nisën t'i shikonin nga larg, duke kuptuar se mes tyre po krijohej një çift i ri, një lidhje që premtonte shumë dramë, shumë emocion dhe shumë ske.